jemi rek. Okej. Ja nisim duke bërë një kafe. Unë e kam bërë turken time. E ke bërë turken? Të rëra këtu? Po, mami, se ke iden që mrekullie që shkapi aty. Nuk e kisha ditur. Sot, dishim nga furnellat, të na furnellat me gas. Hajde këtu se momentin se si pikon kafe nxe duat ma kapësh. Po mua do ma kapin qik. Ma, që më futesh në çdo gjë. Po këtë me këtë do më kapin qik mami të Kapja mami. Kapja mami një. Kafe në tjore. Kështu. E bëra mama. Bravo, ma. Vlogu i sotëm ka të bëj me gatimin. Ne nuk kemi bërë deri më tani një vlog me gatimin me specialitetet tona. Mua ma kanë kërkuar me thënë drejtën, mama. Ta kanë kërkuar? Që të kanë thënë? Orita, që do na bësh një gjë që e ke për zëmër fasule mo të gjani të kohënaj shpirtin. Në fakt, ky vlog flet pikërisht për recetat speciale, si të rritës, si e imja. Si e kalojmë ne dimrin ton. Pra, ky është vlogu me fasulet dhe me çajin e roza latit. Mami ka fasulet e saja, gjë që unë e kam shprehur shpeshherë dhe në rrjetet sociale, në Instagramin tim për shembull në për story, kam hedhur shpeshherë fasulet e mami dhe unë se si e fshi pjatën me çap buke, dhe ndërkohë unë nga ana ime kam çajin tim magjik. Çaji që bëj unë, që nuk të zë gripi, çaji që të ndihmon për ruazat e bardha të gjakut dhe mbi të gjitha gjatë dimrit, i ke këmbët e ngrota. Nëse konsumon atë çaj. Të lafosin qik man? Të lafosin qik? Pritë doja të thja dhe emrin e çajit. Po. Çaji quhet Latiti. Ma ka sugjeruar vllai. Sa buk më pëlqen. Atëre ku jam këtu? Atëre sot do bëj fasule me madejnë roza. Se tjetë për mua qep edhe salcë dhe këbërgiti tenxhere. Po sot do i bëj ato që ja bëj fëmijës tim, dhe atë recetë do shikoni jo të rritës. Recetën që do roza fasulet. Që do vlodhin që më shumë kuptohet. Tani duhet i themi të gjithëve që unë kur kam qenë e vogël nuk i kam patur fare që fasulet. Edhe ti që të më bindje që të haja fasule, mashtroje tavolinën. Po fja qirin, vera ca petale, ti prishja mendjen, e kupton që t'ja bëja të bukur, që të hulej të hante fasulet. Po me kalimin e kohës dhe unë modernizova, me vite dhe unë i kam sjellë në një stad si ta themi, fasule në rritës, që të betohem shoqet e rozës, gjitha. E kanë dhënë opinionin e tyre. Kur bë mami fasule në shtëpi, e kemi si takim me shoqet, vinë gocat e mia, të gjitha që të hanë fasulet e Rita Latit. E pra, ja ku jemi pozicionuar tani tek tavolina ku mami ka hapur gjithë ingredientët e saj që i duan për të bërë fasulen e famshme. Mam, Një minutë, mam. Me ato cica për jashta, ke respekti për fasulen? Apo nuk ke respekt për fasulen? Ashtu gatuhet fasulja, të rishti fasules për para me këto. Shko bëlloj ato shaqe fasulja, do shaqe. Mam, t'lutem, suki është me dekoltet bukur, vathët vën dhe taka. Po jo pra nuk shkon me fasulen të tha mami. Me të shi, mam. Kem mësuar që pjatën e shtrodh me qirin dhe petale? Unë nuk jam veshur për fasulen, unë jam veshur për qirin, për petale, dhe më gjitha për çajin Latiti. Je për çajin ti, unë fajt ke qenë mami, fajt. Kurse unë të dashur, ku i kam fansat e mi, fasulen e Ritës do e shoqëroj me këtë preshin do me thënë, që shoqëron Rita fasulen, me bukën e misrit dashurin e jetës time, ndoshta kjo dhe më mban në formë, dhe sigurisht e presh për rozën që të shoqëroj fasulen e vet, ta gëzosh këtë preshin të hash fasulen, që të rinohesh, mama, preshi të rinon të bukuron. Dhe diku është e bukura që Rita vërtet kaq presh vë në tavolinë sa herë që është vakti i fasulen. E pres që bukur, po se ndaj nga tavolina një. Masha t'keqen! Ma! Si fillim ne kemi përzgjedhur fasule larushe të Teuta. Me mira, kam provuar të tëra, jam dashuruar, kur e vërtik të fasule në gojë ka një, sinqerisht do ta bëjnë, ta provojnë, dhe ta ndiejnë çfarë dashurie që ka ajo në gjithë procesin e përtypjes dhe të kënaq shpirtin. Shef edhe ti si e keq me këto prezantime. Jam miru në vërtet. Edhe ti mund gjesh burma. Burdo? Unë i ka bura atresh, kjo s'është mirë kjo. O zot! Kam burat në radhë, më i motë të gjithë burë. Atëre, tregojmë qik procesin që fasulen ta vëmë... Po ta vëmë në ujë. Hajde. Ja nisim ashtu, apo duhet përgatitësh gjë tjetër përpara? Jo, duhet vënë para kjo në ujë, ma, nuk e ta dish, ti. Hajde, let's go.
Atëre mamo do ta lëm në ujë, se kjo nuk të lodh dhe nuk është nevoja ta lësh aq gjatë sa lëm fasulet e zakonshme sepse kjo zjen, edhe pusem edhe korrenti dhe mbush këtë të shkretën se më hëngre. Uri veshi muhabetit. Po çfarë thash? Asgjë nuk te po kije mendjen te mua. Do pastroj Roza atë, e bën qikojnë televizor? Po, mam. Kur gatuan mami syt në telefon, se mos ke mund t'i qikosh në një maman. Si gatuan. Është e vërtet, po ne jemi brezi telefonit, mam. Po si do që t'jetë, duke qenë se jemi për vlogun, unë do përqëndrohem. Po mami, edhe të mësosh tani, ta presim. Ku si e për të shumë? Si të na vi, more vesh një mora tuaj. Ja, rap. O ma, për tek sa që bën mami, bën humor, por kuzhina është hartë më vete shpirti mamit, edhe do të përqëndrohesh, dhe do ta bësh me shumë dashuri. Prandaj pëlqejnë mamit fasulet, se duke o zënë me ty ngrihen nervat mua, edhe qëllove na një që si bëjnë ai të mira. Dhe që mu kujtua tani, mam? Mu kujtua pasurdi i internetit që i vura kur ishim tek shtëpia që jetonin bashk. Ka qenë fiks në këtë momentin, Rita, duke bërë fasulen e saj, duke prer qepën, a karotën të qenë duke prer, dhe ne po instalonim internetin në shtëpi dhe kishte ardhur tekniku internetit. Dhe mami ishte te pjesa e banakut të kuzhinës, duke prer qepën edhe karotën, gjithë nerva, sepse unë një natë më përpara kishte dalë me shoqet, kisha pirë dhe isha kthyer në shtëpi shumë vonë. Dhe mami nuk e suportonte dot vonesën time. Dhe të nesërmen, kur erdhi tekniku, Rita ishte turit varë. Baj mend, kemi qenë dhe unë dhe tekniku ullur në divan. Unë e di qa do thuash, tu e ta din të tjerët. Thuaje, se unë e di qa do thuash, se më doli nga shpirti e nga xhani. Dhe ishte momenti që më thot tekniku, si do që ta vëm passwordin e internetit. Edhe unë neta u ktheva nga mami dhe i thash, o mam, si do që ta vëm passwordin e internetit. Dhe mami që priste identik me këtë grindin, që është duke prej tani me thik, edhe tha, i kam thënë jetë të sik pirdu. Dhe priste kështë gjithë Po i pirdu se telefon, syt në telefon, gjithë ditën. Dhe unë internetit, ja vura passwordin, i kam thënë jetë të sik pirdu. Shplaj këto të dyja me elegancë. Mama, më si dhe në qikë farcoletat kur të vish. Okej. Zëmra, mama. Ja ku i ke facoletat, urdhërozojnë dhe karotat. Bravo, atë ke qenë mamaja. Ndërkohë që ti gatuan dhe bën këtë procesin tënd, unë të marr një karrige dhe të ulem këtu afër teje. Ma shqyqyro zot, që të shikoj dy njaja se ku ti sy të telefon, shqyqyr, rofshin, ju i rofshi që na shikoni që tri Roza, nëzoj fasullet. Hajde, ullu. Se kam për t'i bërë ndonjëherë. Tani, Roza, që ta di publiku që na ndjek, Roza i ka qef zarzavate, to që ti ndjej. E vërtet. Me thënë, dhe ka që i bëjnë shumë të vogla, unë i bëj kështu që Rozës t'i mbushet mendja, që ja, ku i ka, mund t'ja bëj edhe sa i kopache, po të ndoj qefi, po hajde respektoj Rozën. Në fakt është e vërtet, mam, se gjithmonë, me thënë, i bën gatimet aq shumë sipas qefit tim, sa që unë, kur shkoj në restorante, kur lëviz nga Tirana edhe jam në për restorante, unë jam shumë e vështirë për të ngrënë pjatat, sepse më ka mësuar mami, më ka llasuar mami që mi ka bërë gjithmonë pjatat si dua. Kur vjen kjo në shtëpi, pa mamaja ja këput ja valon çati dali, kërdap kur do patje. Vjen kjo më zë dridhe, mund t'i pëlqej Rozës, t'ja bëj të bukura Rozës, t'ja bëj. Ja fasulja shjotja kjo. Kështu që mama ti këto mund t'i kish si mas qefit, po mami që ta di trurin ty, që të ngopet syri ty që ku është karrota, ja ku është karrota, që ta shikosh. Më shikon mua apo ta menderen? Jo, po shikoj Anën dhe Ninën. Anën dhe Ninën ti kesh me shëndet. Ajo e di për çfarë po flas. Po e din edhe ndjekësit e mi fanatik. Tash t'ja bëja një qik më të mëdhaja, po më duket jo më mirë ka. Tash t'ja bëja një qik më të mëdhaja. Kam veshur tjena me mbushje, ma. Seriozisht e ke? Po. Prandaj ta shu që ne Roza, qyqa ti pas ke mbushu më qyqe? Po ja fasu. Mi mami, këshu mbushi ti që të duken. Nga telefoni ka bi pasyrën, e po pike zezë shme gjeti mua me këtë fëmi.
Meri këto tani mam, drejtet e ujë me elegancë. Ha, hopa, idhi atë. Suki. Duhet hedh edhe këto. Idhe mam, se është bukur Këto gjethet. janë gjethet e Selinos. Okej. Tani mama, ta valojmë djekë se si do mami apo si do ti? Bëje djekse, bëje tamam recetën tënde, mami. Atë për rozën kaj, se mami la kështë evaluar të tërë. Për ty aqë. Hajde, mama. Piperin e zi, se mos ma derë të shrugës. Ma derë dhe ti. Bereqet. E krymat procesin, vurja ka pakun, mami? Ta të razoj një. Të zeja ajo avash. Ua, avash, ua, modele Madejnë fasule. Salca është sekreti i fasules. Ka njerëz që edhin domate dhe salcë. Mami do vetëm salcë. Nice. Sepse ne kemi vënë goxha selino që thekson, kemi hutën që thekson aromën. Okej. E më the dhe të thashë dhe moje. Ja, shu të bështim nga maja, jo më bërë ma Avash. Dhe në mes. Okej, tani është procesi i salcës. Po. Pra, të dashur miq edhe mikesha, momenti salcës. Më si mami gjalpin? Bravo, mama. Ashtu. Qepën? Bravo, mama. Hudrën? Sa bukur, bravo, mama. Salcën? Mos u to, salcën. Lugën e drurit, mamës. Ka është mu desh, mama? Këtë e ullovesh. Mamo, Ha? e kam qarë. Super. Hajde, mama. Do i provosh, mama? Kam një që i provoj. Ke besim. Absolutisht. Është momenti të filmojmë pjesën time. Lati ti, çajin tim. Unë do rrit tani për kokër qefit, Tani do ndrojmë rolet. A, bravo. Atere, zemrat e mia, është momenti që unë do bëj çajin tim magjik, lati ti. Çaji që të mban këmbët ngrohtë në dimër, çaji që kur e pin nuk të zë gripi. Shikojnë që si duken, shikojnë. Po mirë, do më lësh mos mund të presësh ta them procesin tim. Kam qefën, mama, si po kërnaqa. Si te ku ishim aty çfarë hajçik kështu flet kështu. Po, riri hajnë qik mutu. Bashi do më lësh taun tim. Unë ro, mama? O zot. Që tham dhe groshën po. E di e nënës, e the dhe ti këtë? Po të që Po e shpejti, unë e them tani pension. Da ka ta thot kjo. Ka kohë, mos gjëja Po mos më qëtuar. ndër prit. Më në shbajgat. Tani është momenti që unë do shpjegoj asortimentet apo ingredientët e çajit tim, lati ti. Kemi ginger, portokallin, kanellën dhe mjaltin. Kemi dhe, do me thëri, këtë modeli që shkon me qajin. Vazhdo, zonish. Suki. Kto janë gjëra të shumë e thjeshtë. Atëherë, ja nisim me gingerin. Shiko. Unë këtë ibriku këtu e kam vënë thjesht për zbukurim, është ibriku që ma ka bërë dhurat Olta. Unë preferoj që çajin ta ziej në tenxhere, një tenxhere vogël, por e dua në tenxhere sepse edhe kur e mbaroj gjithë lëngun e çajit, edhe është harxha aty brenda, unë i hedh ujë prap, sepse gingeri gjithashtu dhe kanella shkop vazhdojnë lëshojnë, kështu që mund të ripërdoret. Prandaj do i vazhdojmë këtë muhabet me tenxhere. Fillojmë nga masat. Atëre, për atë madhësi tenxhereje që do përdor unë
do përdor këtë edhe këtë. Kaq ginger dhe portokall. Atëherë, ja nisi me qërimin. Ka pathojnë! Seriozisht e ke, ma? A me se talë prapin ti. Prisha Frenchin, ma! Vjefsha Frenchin. Tani do qërojmë portokallin, por mua më duhet një pjatë. Mund ta marrësh një pjatë, ma. E Zeza, avash se u puten me. Jallami. Mam, duhet ta bëjmë një çik sa më uaxhaxha. Okej, uaxhaxha. Kish marr malli të thoja uaxhaxha. Zemrat e mia, e mbani mend termin uaxhaxha, që unë se kam heq nga goja në kohën e why not? Tani e suki mama. Edhe suki. Wait. Tani, unë do e pastroj këtë kështu. Okej, u pastrua, tani më duhet të qëroj portokallin. Por do të mos i dëgjo mama, slavet mi dëgjo. E ke thënë gjithmonë. Po, mama. Hajt, bukur. Edhe një herë. Pa vash mo të gjani, se na që ka pak në kokës. Jalla. Momenti im. Fillojmë. Se kujton Mileti se unë s'di të gatuaj. Në fakt, unë jam mjeshtre e omletave, po në një xhirim tjetër do bëj omletat. Për sot, qëndrojmë te çaj latiti. Do këputet bajza ime me omleta e Zeza. Omleta do bësh njëse. Ke qenë mamaja, edhe kalamaj bëjnë omleta. Na çudite. Atëre, ne i prem copa, si portokallin, po s'kam marrë këtë pjesën. I prem copa, si portokallin, si gingerin. Tani është momenti që unë do mbush tenxhere me ujë. Ta bëj gati. Kanellën vuri gati. Kanella është në fund. Sa bukur e ke shtyr mami. Për këto gjëra, s'të fal fare. Jo. Atëre, kjo është tenxheria që unë të bëj çajin. Preferoj gjithmonë këtë masi tenxhereje. Këtë tani do e mbushim me ujë të pishëm. Se mos kujton se do e mbush me ujë qezme. Seriozisht me ujin bi do e mbushësh atë, po ma harxhon ujin bi mamit? O ma, po mos ma harxho ujin bi mua tani se do m'vi shoqet për kafe. Mam, e bëre fasulen tënde në kualitetin më të mirë. Po. Më lër të bëj çajin tim në kualitetin më të mirë. Okej, tani marrim ingredientët. Sa po më pëlqen vetja. Mamit keshen, mamit. Kapi mirë. Aq ishte. Aba. Dhe i hedhim te tenxheria. Jam njësh për të spërkatur vërdall. Buru, çuku janë këtu. Tani do marrim shkopin të kanellës, edhe do i hedhim aty. Gjithmonë 3 shkopi kanelle. E mira është që shkopin të kanellës ti coptosh, sepse lëshon më shumë. Mam, sa ere mirë po vjen ajo fasulja. Lere me fasulen e mamit, mos u merë. 3 shkopin, dan. Bravo. Ky është gjithë sekreti i çajit që bëj unë, çaj i famshëm Latiti. Këtë çaj në fakt ma ka sugjeruar një fizioterapist këtu e 15 vjet më parë, dhe më tha Roz, kur pin këtë çaj, është antibiotik bio i trupit tënd, nuk të zë gripi, këmbët të rinë të ngrota dhe të ndihmon në ruazat e bardha të gjakut. Personalisht, kur pi këtë çaj, një gotë para se të flet në darkë, për natë jam super në rregull gjatë dimrit. Një sezon dimror që unë kisha Why Notin, gjithashtu isha dhe pjesë e serialit Nina që luaja si aktore, ai ka qenë një sezon dimri që unë nuk kam patur kohë ta bëj çajin tim. Atë dimër më zuri Covidi, më zuri gripi, njëra mbas tjetrës, pi ilaçe gjithë dimrin, kështu që e kam
me fakte që ky çaj të ndihmon dhe nuk të zë gripi. Beson, Roza nuk flet kot. Keqe mamaja. Je tharje për kotë s'kelkut, keqe mamaja. Kërnaqesh. Ashtë, mjava. Na bëftë mirë, mama. Po mirë, po pse aq pak pjata jote? Unë jam e djetë, mama. Ashtu, a? Ashtu, Edhe unë duhet shndoshem. Ti duhet shëndoshesh si e thatë, keqen, mami, jo duhet shëndoshesh. Zot. Po do, mami duhet shëndoshesh. Bukën aty. La 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 la. Tani jemi gati. Po. Prit, jo, nuk jemi gati. Një sekundë. Duhet hajnë çuçat. Tamam, mama. Tani mund të ham. Po. Të të mbush dhe një, mama. Të na bësh qajin. Hajde, ma, të qendisesh në qikë keqen mamaja të qkri fasulja. O ju një mamës. Është efekti fasulës, më falë. Po. Ka vajtur do me të në zëmbër. Se do thojë në njës do dil të këtej, po të dil të Ja, po nuk të vërë, mami ish me edukat të madhe, pëse ashtu janë që. Ti? Asnjëherë. Mu që më shkoj menja këto gjona, jo si kam stimul nga ty. Që pse bëra kështu se futaj porte. Edhe kjo të qëndronë. Të kuptova. Atëre, let's go. Ne kemi hedhur çaj në përgota. Tani, mjalti njahet sipas dëshirës. Ne jemi çik që flesha mjalti, me thënë të drejtën. Rotulloj lukën, jo rotulloj vetë, po ha. Rotulloj kavanozin mama që mos të varet mjalti. Ja, kështu. Lëpije në qika tjetë, su për qam e ti. është për ti mamit, jo nash. Jo t'jash. Okej. Na mëj motër Gjani. Faleminderit me motër Gjani. Ashtu dhe. Na falni një sekund. I vetmi çaj që më ka bindur që ta pi është pikërisht ky. Sepse mbi gjitha ja kam parë dhe rezultatet, vlerat që ka. Kështu që gëzuar me çaj. Gëzuar mama. Latiti. Ua sa bukur. Ja ka vënë vllai emrin, Eri. Rofsho Eri. Bukur? Oh, më nxefi krarorin. Kënaqa. Na duaj mami, na duaj. Dhe gjingjeri dhe për tretje ndihmon shumë nën. Oh, Lalja, ta kthedhi gotë dhe pastaj do flas. Bëjmë çik thashë theme? Na shkoj një çik, Na shkoj një çik. Që parasysh kur thonë anglezët thonë I got some tea, kam çik çaj. Po do me thënia është që kam thashë theme. Gati jemi. Ashtu dhe. Dhe me qëra muhabeti, Brooklyn Beckham, djali I Victoria Beckham dhe David Beckham, kishte bërë disa deklarata që gjithë showbizi ndërkombëtar është duke zirë si tenxhere me presion. Kishte thënë të vërtetën
e presionit psikologjik dhe përplasjes që kishte me familjen e tij, i doli kundër Davidit edhe Viktorias ballë për ballë, i biri i tyre. Ka koma. Edhe nuk dua të pajtohem, kishte thënë. Kishte bërë deklaratë që kur ka bërë dasmë në Brooklyn me nusën e tij, Viktoria ka ndërhyrë, ka shkatruar fustanin e nuses pak përpara se të dilte. Po, i ka prish fustanin e nusërisë dhe goca është detyru me Sayu me improvizu fustan kështu në punë minutash. Do me thënë, ai filmi që kemi parë bashk Me Jennifer Lopez. me Jennifer Lopez, Monster in Law, Mërshme, sa e kemi parë bile. ai filmi me sa duket komplet si skenar që ka realitet. Victoria Beckham që ka fix. Po mami shkon asaj Victoria s'kjo, pas ka qenë palo grua. E po se duket e ke Po pas ka parë që qenë palo fem. do me thënë, ajo lloj elegancë, ashtu aq që Kush me pa ty të shtirur. virën, më grua, po qysh e bëre këtë punë? U pika që s'të bie ty. Tund cicat, nusja tund edhe ti e fish karaqet e tua, të një morti e tangërt. Iga mos ma zënë në goja të ruspi. E për këdhejla mama, Ja? ja, po nuk shkon tani me çuni, tani luft me nusën bën ajo. Mami, Lum çuni që do të marri ty për vjerë. unë ku jemi në një event e me zeza unë të më shkëlqej roza, të më duket roza. Po Vër unë jam kështu, fëmija jo, jot. Po ta kanë fjalën me mami se ka një brezan, brez moshash, ka një gjë tani, Victoria me nusën. A shkon kjo gjë? Ma më se di. Që ka e sëmur psiqike përfundimisht. E të mërshme kjo gjë. Na ndroll këtë temën se mu shpif. Që po thonim, çaj të nxef, fakt, unë nxef Ritalati. Unë po. Po, tamam. Ta rufisi pak të dyja në një kokë. 1, 2, 3. Ç'të gëllti. Që kjo që më bëre më vajzë. Ani s'do mbahesh Po nga pse në një nxehtësia. komët ke që na maja që të mbyte? Po e zeza, po ti si as Brooklyni, të mbysi maman. Uq, më gjeti që këtë. Me kastile ma bërem. Po ka të mbalë. Unë doja që ta bënim bashkë si në për filma që rufisim Po, të s'u dyja ban. çajin në të njëjtën kohë dhe bëhemi gati për thashë themi në radhës. Nuk marë mama, ja. Kjo s'kufton një mama ka i polesh. Ka ko. Ja, rufite, nuk flas do të më që më Se flaso. Ma prishte qefin e qajt, le ma bëre këtë. Aj se ta trapin, mami, bu ma Mami është gjet. Ha, që do të dijeti më ta? Në më të gjani fort. Unë i ku tani me këtë surprizë që më bëre. Prit. Po ai Mateo me atë brikenën o ma. Ajo ti më të keqen, ati Mateos brikena. Mateo pike djalit. Pike Besnik der në fund. Gjani qik Mateo me atë djalin të spaja mam që ju qepe nga mbrapa, prandaj thua pike djalit? Jo, s'ka lidhje fort bashk, po a i spasësh i miri dheut mi mami, i miri botës. Si e kësha i Jamesi? Po. Sa i mirë lumrën a që e kështë e bërë. Se mos, hajde, më lëtë të pikë të qajnë, po deshe se mu të ngeci. Tari Mateo, shumë djalin mikë që ma marrë, qatë Mateo. Deri në fund besnik, Brikena bën loj, edhe Brikena shyllë, star. Pa ti është një loj. Presion, mirë i keqë doli Eriku, mami e do shumë, kam punuar me të, djalë shumë i talentuar, shumë i qetë, dhe nuk e di se si Eriku ishte me nerva në Big Brother. Nuk e kuptoj, mami që e njeh. Nga pi edhe njërë këtë. Ai gëzuar, Kristi vdek shaun për Kristin i mënë, shuri i qetë. Më lojra, vlonja, thot ke qenë, na Ai e vlora. ka i qëndrim ai. Ja, vashti, po na vlora ai më ndje vetëm. Qysh që ka i mua bet. Më ndje vetëm. Po çfarë thua me bën loj? Jo bën loj të bukur. I bën kështu ata. Pa e ditë mami ç'a ishte Kristi. E ke mbështet. Po unë kam thënë se është na vlora, e mbështet na vlora. Po ku a dia unë çaj që kam më ndje vetëm ç'a bën? E këto thashe themet. Thash e the me kemi bërë. Kështu është kjo punë. Na shkojnë qik me çaj, me mbasditen, me të tëra na shkojnë. Oh, që më knaqi ky çaj, nuk e ke iden, ma ngrofi egzofagun. Egzofagun, si ka që ne mos të merremi me dynjan, të tregojmë vlera. Mbaj nga mami këtë. Tregojmë vlerat, gjërat më të mira. S'ka nevojë të tregojmë ne si shikon të gjithë, se do t'ja vënë duke unë. Të gjithë i shikojnë.
Kështu që unë Në çlidhje kishte ky muhabeti, se unë s'po kuptoj për çfarë po për flisni te tash e them edhe për te tash e them edhe. Mami shikon gjërat me pozitivitet. Ma. Do na bësh çik pilaf? Për të shoqëruar fasole, se sikur ma treti ushimin ky çaj. Tani I fusim këto plane që pëm tani për të mullu na i gjo! do të zot flisja? Jo! Riri haj qik mute. O, zoti ma! Tule mami se tani pensionistët ka nevojë të shplodhe. Mund ma ishi Roza Filxhani që them, që më këna që është tani jam me fuqiqi, Jemi se i do gjitha batutat. Të dhjef shamu në thik që më solle. Hajde se bravo. Ngrinë që këmë ke që mamaja modele, ma bëj modele. T'ja mbaj kapakun hapur apo jo? Mbylle, ma oqë turi. Dhe jo, ke me mami në ullin, djatë ka marrë mami si që do që. Jetë na që... Do qaj deri nesër tani për pasqyrën uqë, më gjithë, do të bëj mami tjetër, ke që mami, do të bëj tjetër. Komentojmë pak bashk e nderuar Rita. Po, pa tjetër, do, si po jep lajmet ti maj motë? Po jep lajmet? Ha? Po si po jep lajmet? Komentoj pak e dashur tonë. Komentojmë pak e dashur zonja Rita për vlogun që lam pas, që ishim të dyja në spa. Faleminderit shumë të gjithëve për dashnin. Kam lënë qiko që në nami të ati, apo? Mami e kishte me merak se mos ngjante sikur mami po përndjek një djalë të ri, por publiku e kishte marrë mesazhin fiks, që ti po e kërkoje atë për mua. Edhe lëviz vëndi, mesazh, more ti, le publikun ti, ma hangre shpirtin ma, mesazhin e kisha për ty, le publiku a qepin e vetë. E do publiku. Ma, shiko. Lidhe më ndjen ati, atë do të shkoj dhe Filxhani se ka vlit pa ta parë. Më ke përgjuar të dera prap. Më parë sa ëndrat ke që mamaja. Apo të haca fasule, do bëjmë ca fasule sot, dëngë porto, dëngë. Ma! Ja vash, o ko pute ti, jo po hiq.